Mbrëmë mbajt nata e tretë dhe e fundit e manifestimit tradicional Gosfest, e cila realizohet në nderim të mërgjimtarëve. Valltar dhe valltare me veshje si dhe flamuj kombëtar, të roqën vëmendjen e qytetarëve të Gostivarit, të cilët me entuziazëm fotografonin dhe duart trokasnin defilen që karakterizohej me ngjyrat kombëtare. Programi vijoi në sheshin e qytetit, ku me programet e tyre artistike u paraqitën shoqëritë kulturore artistike Yahi Hasani dhe Lulet e Malësisë. Nata e tretë dhe e fundit e manifestimit Gosfest, që 3 vite radhazi po organizohet nga komuna e Gostivarit, u karakterizua me defilen antarëve të shoqërive pjesëmarrëse nga objekti para komunës deri tek sheshi i qytetit. Organizatorët ishin kujdesur që në koordinim me policinë e Gostivarit, komunikacioni të ndërpritet derisa vijonte defileja. Valltar dhe valltare me veshje kombëtare si dhe flamuj kombëtar, por edhe të Republikës së Kosovës, tërhoqën vëmendjen e qytetarëve të Gostivarit, të cilët me entuziazëm fotografonin dhe duartrokisnin defilen që karakterizohej me ngjyrat kombëtare. Programi vijoi në sheshin e qytetit. Nga skene e stolisur dhe ndriçimi modern, shoqëritë pjesëmarrëse paraqitën programet e tyre kulturore dhe artistike, të cilat u mirëpritën me duartrokitje të vazhdueshme nga ana e publikut të shumtë në numër. Programi u hap me vallen e paraqitur nga valltarët e shoqërisë kulturore artistike Yahi Hasani, për të vijuar më pas me pjesën e këngëve që në skenë sollën solistët e shoqërisë kulturore artistike Lulet e Malësisë. Me prezencën e vet, manifestimin e nderroi edhe qendra kulturore Xhavit Haziri nga Kastrioti i Kosovës. Këngë dhe valle nga krajina të ndryshme të Kosovës entuziazmuan publikun e pranishëm. Programi u përmbyll me vallen e grupit të valltarëve nga shoqëria Yahi Hasani. I pranishëm në këtë eveniment ishte edhe kryetari i komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, i cili shoqërohej edhe nga bashkëpunëtorët e tij. Gostivari është qytet i miqve, por Gostivarin din ta nderojnë dhe respektojnë edhe bijtë dhe bijat që për shkaqe ekonomike shkuan të punojnë jashtë vendit. Manifestimi Gosfest po mbahet për nder dhe respekt të tyre, sepse ata nuk e harrojnë vendlindjen dhe për çdo vit vijnë të na vizitojnë. Ne si udhëheqësi e komunës vazhdimisht po punojmë dhe investojmë në të gjitha lagjet dhe fshatrat e Gostivarit. Ne dëshirojmë që ato kushte që mërgjimtarët tani kanë në shtetet perëndimore ku jetojnë dhe veprojnë përkohësisht, t'u asigurojmë edhe në vendlindje. Gosfest do të mbahet çdo vit dhe sa të jetë jeta do të nderoj dhe respektoj mërgjimtarët tanë, tha mes tjerash kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta. Të kënaqur nga manifestimi u ndan edhe drejtuesit e shoqërive pjesëmarrëse. Drejtori i Qendrës për Kulturë Xhavit Haziri nga Kastrioti i Republikës së Kosovës, Shefqet Saliu, falenderoi drejtuesit e komunës dhe qytetarët e Gostivarit për mikpritjen vëllazërore, ndërsa kryetarët e shoqërive kulturore artistike Lulet e Malësisë dhe Yahi Hasani, Luan Veliu dhe Zani Mehmeti uruan që manifestimi të ketë jetë gjatësi dhe në të ardhmen të merr përmasat e një festivali mbarkombëtar. Manifestimi Gosfest u realizua nga data 29 deri më 31 korrik. Nata e parë ju kushtua baletit, vallëzimit dhe muzikës moderne, nata e dytë dramës dhe nata e tretë muzikës dhe valleve popullore kombëtare.